Në pjesën e parë, ai është përpjekur të mbrohet, por më pas në orët e fundit është munduar që të adresojë edhe hetimet, të paktën në gjetjen e trupit të Ilariës. Le të themi që policia dhe prokuroria e Romës si ka arritur tek ai, falë tabulateve telefonike, pra bisedave në telefon të Ilariës dhe të tij, kanë arritur pikërisht në këtë zonë, në këtë lagje e cilësuar afrikane, në një, le të themi, një zonë të pasur të qytetit të Romës, falë bisedave telefonike, është, le të themi, është mbyllur ky rreth dhe është bërë mundur identifikimi dhe deri në këtë moment duket që nga pikpamja hetimore është duke bashkëpunuar me institucionet. Ai është i vetmi personi dyshuar në këtë situatë, por mund të themi që ka shumë pak pikpyetje nga ana investigative. E kuptova. Ndërkohë Lorenzo, ne po komunikonin pak më parë bashkë edhe për gjetur kontakte në Shqipëri. Deri në këtë moment nuk kemi ide të qartë nga vendlindja e Ilarias, por nuk e di, të afërm të saj në Itali, keni mundur të kontaktoni, kam folur për media tjera, çfarë mund të themi për këtë pjesë? Përveç shoqeve dhe shokëve. Në ditët e fundit, prindrit e saj, pra mamaja dhe babai të dy shqiptarë si ajo, janë nisur nga Terni, që është nga Umbria, që është një qytet që njihet pikërisht për shumë banor që vinë në Rom, pra edhe studentë që vinë të studiojnë në Rom nga ky qytet, një qytet i vogël. Ata në fakt kishin ardhur në Rom për të për të denoncuar zhdukjen e saj. Shoqëria dhe shoqet e saj të cilët ndanin apartamentin, edhe ata nuk kishin asnjë informacion për zhdukjen e saj. Dua të flas për këtë lagjen afër Universitetit La Sapienza, që është e banuar kryesisht me studentë ardhur nga jashtë ose nga qytete të tjera të Italisë për të studiuar. Ilaria njeh një vajzë shumë studioze, një shoqe shumë e mirë, edhe konfirmuar kjo nga kolegët e saj në universitet, jetonte me dy vajza të tjera, njëra nga Toskana, tjetra nga Umbria, si ajo nga Terni. Padyshim në këtë moment ka shumë trishtim, edhe vetë Universiteti La Sapienza edhe rektoria e këtij universitetit ka shprehur ngushëllimet e saj, ka nënvizuar se si Ilaria ka qenë gjithnjë një studente model. Padyshim nga një pikpamje nga ana e familjarëve të saj, po mundohet të kuptohej pak a shumë e kaluara e saj dhe pse, pyetja kryesore, pse Ilaria ka shkuar në këtë takim të fundit me ish të dashurin e saj dhe pse ka shkuar veçanërisht e vetme. Lorenzo, përpara se ta mbyll, se di që duhet vjosh punën, pra nga banesa e saj tek vendi ku është gjetur trupi pa jetë në valixhe, sa është distanca? Nuk është një distancë e madhe, mjafton të mendosh që brenda shumë mundësive Ilaria ka lëvizur me mjete publike, me metro dhe më pas me autobus, flasim për rreth gjysore udhëtim, që në Rom është një udhëtim i shkurtër, ku në mesatare për të lëvizur në qytetin e Romës është një distancë minimale, pra San Lorenzo dhe kuartiere afrikane, pra lagje afrikane, janë 10 kilometra, jo më shumë se kaq. Këta dy studentë jetonin në fakt edhe shumë afër, por është shumë larg nga vendi që është gjetur trupi. E kuptoj, dhe në fund Lorenzo duhet ndalem pak te ky fenomen, sepse për fat në keq janë shtuar shumë ngjarje të tilla, ku të rinj vetëm pak muaj më parë, mos gaboj,
një vajzë me ishte dashur në saj, humbi për disa ditë, u zhduk, nuk u gjetë, dhe nuk e di gjitha, po jo, pra është vrarë nga i dashur i saj një italian, tashmë kemi rastin e Ilaria Sulës, një shqiptare e lindur e rritur në Itali. Çfarë po ndodh në Itali me këto krime horror, do thoja unë? Padyshim është fenomeni i vrasjes femrave është një fenomen që nuk ka një përgjigje, ka dinamika që janë shumë të ngjashme, sepse kemi gjithmonë të bëjmë me një marrëdhënie midis një të dashuri dhe një të dashure ose bashkëshorte me bashkëshortin, pasi kemi gjithnjë të bëjmë me një mashkull që nuk pranon mbarimin e një marrëdhënie, edhe në rastin e Ilarias besohet se kjo ka qenë dinamika, edhe pse është ende herët për të thënë me bindje. Ka këtë nevojë nga ana e partnerit që kërkon këtë takim të fundit për të sqaruar dhe më pas për të thënë nuk e di se çfarë në konkretisht dhe fiksohet ky takim dhe kthehet në një tragjedi, në një kurth. Por dinamika, siç e thash, janë gjithnjë të ngjashme, shumë të përafërta. Në Itali është forcuar edhe më tepër nga pikpamja ligjore dhe penale vrasja kundër gjinjisë femër, duke menduar të krijohet një incentiv për të shmangur këto tragjedi, për të mos arritur në këtë pikë. Lorenzo, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi të kisha në bisedë, shpresoj të të kem sërish për të hedhur detajet të tjera në këtë ngjarje, të uroj punë të mbarë dhe padyshim jemi gjithmonë të hapur për bashkëpunime, siç ishte ky rasti, je gjithmonë i mirëpritur për çdo gjë në studion e Euronews. Faleminderit shumë. Okej, ishte Lorenzo Nicolini, gazetari Roma Today në këtë bisedë ku munduam të hidhim të zbardhim disa detaje nga vrasja e Ilaria Sulës, 22 vjeçare shqiptare e cila ishte zhdukur prej datës 25 mars dhe trupi i saj është gjetur mëngjesin e sotëm në një valixhe të mbyllur dhe pa jetë në një pyll në Rom. Publicitet, rikthehemi sërish.